Detajet të reja janë zbardhur në lidhje me operacionin antidrog ura në Shqipëri dhe Itali. Lënda narkotike e kokainë nisej nga Ekuadori drejt portit të Rotterdamit në Hollandë dhe më pas në barit të Italisë. Nga aty shpërndahej në qytete të tjera të Italisë, por edhe shtete të tjera të Bashkimit Evropian. Droga e presuar kishte logo të ndryshme, përfshirë Audi, Paris dhe Leon. Këto emërtime janë sipas deviacioneve nga ku do të shkonte në destinacion. Ndërkohë lënda narkotike heroin dërgohej nga Shqipëria në Itali përmes autobusëve të linjave të barit dhe jo vetëm, të cilët lëviznin në det përmes tragjeteve. E njëjta rrugë përdorej nga autobusët për sjelljen e sasive të mëdha të parave në Shqipëri. Nga kontrollet përveç lëndës narkotike dhe topave me para janë gjetur lista ku shënoheshin shumat e parave dhe të shpërndarjes së drogës. Grupi kriminal i goditur i shqiptarëve i kishte rolet e ndara sipas funksioneve që kryenin nga porositësit tek ata që kalonin lëndën narkotike për në Itali. Sipas asaj që raportojnë paraprakisht mediat italiane, bëhet fjalë për goditjen e një rrjeti të trafikut ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës që drejtohej nga organizatat kriminale shqiptare. Masat paraprake mbi asetet, aktualisht subjekti verifikimit të mëtejshëm në fazën e vendimarrjes me pyetje të kryqëzuara me mbrojtje në Itali kanë të bëjnë me sekuestrimin parandalues që përfshin konfiskimin e aseteve të luajtshme e të paluajtshme, duke përfshirë 9 apartamente, 4 kompani, 7 llogari rrjedhëse dhe 3 makina, e në Shqipëri sekuestrimin e pronave të ndryshme, 2 kompanive të ndërtimit, 4 restoranteve luksoze, një agjenci e pasurisht të paluajtshme, një rrjeti televiziv, vlera e përgjithshme e të cilave vlerësohet në disa milion euro.